Banorët e zonës së Fierit shpesh përballen me probleme të furnizimit me energji elektrike, veçanërisht në raste fatkeqësisht natyrore. Energjia elektrike është një domosdoshmëri për familjet, por edhe për zonat turistike, sidomos për Bregdetin e Semanit. Për këtë arsye, ndërtimi i një nënstacioni elektrik në këtë zonë ishte një investim i nevojshëm. Nënstacioni elektrik 220-110 kW është ndërtuar në fshatin Hoxhar Seman dhe është një projekt i rëndësishëm i operatorit të sistemit të transmetimit. Ai është tashmë i lidhur me sistemin elektroenergjetik përmes dy linjave 220 kW me një kapacitet transmetimi prej rreth 700 MW. Në të ardhmen, ky nënstacion do të lidhet me Fierin, Rashbullin dhe një linë nënujore me Italinë, duke forcuar rrjetin energjetik dhe duke kontribuar në diversifikimin e burimeve të energjisë së pastër. Ky investim është jetik për zhvillimin e kësaj zone fushore dhe bregdetare, duke garantuar një furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për banorët dhe bizneset e Fierit.